dua të bëj këtë video të gjatë për konsumimin e bukës, sepse kudo e nga do dëgjojmë që thonë mos e hani bukën se po na vret, dikush tjetër thot hajeni sepse nuk ka problem, dikush tjetër thot konsumoni sa më pak. Dhe dua të analizoj në detaje këtë problem dhe pastaj, pasi të dëgjoni faktet dhe argumentet, vendosni vetë se çfarë duhet të bëni, se çfarë ju përshtatet dhe çfarë keni kuptuar. Pa detyrime. Në këtë video do analizoj pse të parët tanë hanin bukën dhe nuk ishin probleme dhe sot sjell probleme. Çfarë ka ndryshuar? Në këtë video do shohim çfarë problemi ka mjedhi, gruri, gluteni, si është ndryshuar struktura e tyre, problemet me pesticidet, me fermentimin, si është ndërtuar buka sot, çfarë i shtohet, çfarë nuk ju thon, çfarë ndryshon kur ajo futet në trupin ton, çfarë pasojash sjell, çfarë të mirash dhe të këqija, a duhet ta heqim fare bukën, kush është buka më e mirë, a na shëndosh buka e të tjera, më ndiqni pikërisht në këtë video. Dhe ju lutem për dy gjëra. Mos komentoni pa e dëgjuar videon e plot, në qoftë se keni interes, dhe ju lutem bëni subscribe kanalit që të renditet e të shtyhet më para në drejtim të informacionit që unë jap, duke shpërndarë ndoshta edhe tek miqtë tuaj. Buka për ne nuk ka qenë thjesht si ushqim. Për ne në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, në Çamëri, pra për ne shqiptarët. Ka qenë një nga simbolet e tryezës, të sofrës, të familjes, të mikpritjes, të varfërisë. Për breza të tërë, pa bukë, duke sikur tavolina dhe sofra ishte e paplot. Të parët tanë e hanin pothuajse çdo ditë. Por këtu kemi dy histori. Historia tjetër e tyre dhe historia jonë. Për mira vite, drithi bluhej në mënyrë artizanale. Përdoreshin varietetet e zonës, mjedhi nuk rafinohej, nuk bushej me aditiv, brumi lihej për një kohë të gjatë që të fermentohej dhe pastaj buka konsumohej në sasi të vogla. Dhe nuk pati asnjë debat, nuk pati asnjë problem nga të parët tanë që ta vinin në qendër të vëmendjes që shkaktonte ndonjë problem. Atëherë lind pyetja, nëse të parët tanë hanin këtë lloj buke dhe nuk ishin fare probleme, çfarë ka ndryshuar sot? A ka ndryshuar trupi i njeriut apo ka ndryshuar vetë buka? Sepse ndoshta buka që ne e quajmë bukë sot është vetëm nga pamja jashtme që i ngjan asaj dhe jo ata që hanin gjyshin tanë. Në një fjali dua ta përmbledh, nuk është buka ajo që na smur, por buka që sot nuk mund të quhet më ushqim. Çfarë ka ndryshuar? Mjedhi sot miq është modernizuar, është bërë më i varfër biologjikisht. Sot shumica e bukës prodhohet nga miell shumë i rafinuar. Shikoni etiketën kur të shkoni në markete kur bleni mjedhin. Miell të tipit 00, rrallë do shikoni në një miell të tipit 450 apo të tipit 500. Të parët tanë e kishin mjedhin e tipit 1600 apo 1300 dhe në rastet të caktuara ka qenë diku tipi 900. Por që ta kuptojmë çfarë kemi humbur, të shohim çfarë ka brenda një kokre gruri në formën e saj më natyrore. Drithri miq është ndërtuar në 3 pjesë kryesore, nga krundet që përmbajnë fibra, minerale dhe antioksidant, nga embrioni që përmban yndyrna të shëndetshme, vitamin E, kompleksin e vitaminave B dhe enzima, dhe nga endospermi që përmban kryesisht nisteshte, protein, pra dhe gluten. Kjo është forma më integrale, biologjikisht e plot. Pra natyra nuk na ka dhënë vetëm nisteshten, jo vetëm glutenin, na ka dhënë një kokër të plot ku nisteshteja së bashku me krundin, embrionin, fibrat, mineralet, vitaminat, elementet e tjerë enzimatik dhe biologjik kanë bërë që si pjesa jashtë dhe pjesa brenda i kokret grurit të japin energjinë që bashkarisht në trupin ton të kthehet në procese metabolike të shëndetshme. Çfarë ndodh gjatë këtij rafinimit të tipit 00
450 apo dhe 500. 100% e krundeve eliminohen. 100% e embrionit dhe shumica e fibrave, shumica e mineraleve. Dhe çfarë mbetet në fund, miq? Një seshte e pastër dhe gluten i përqendruar. Pra ja marrim një kokre të plot, çdo gjë dhe e zhveshim. Dhe më pas e pasurojmë artificialisht duke kompensuar humbjet. Pra imagjinoni pak paradoksin çfarë ndodh. Fillimisht ja heqim natyrës atë që ka vendosur brenda një kokre që është më e mira për shëndetin ton dhe pastaj në laborator e ashtojmë përsëri. E pasurojmë me hekur, me acid folik, me niacin, tiamin dhe riboflavin. Por nuk e kthejmë dot mielin në formën e tij origjinale. Nuk e rikthejmë përsëri atë embrion. Nuk kthejmë dot fibrën e paprekur dhe strukturën biologjike të kokrës. Është pak a shumë sikur të marrësh një pemë, t'ia presim të gjitha degët dhe gjetet dhe në fund fare t'ia vendosim në mënyrë artificiale dhe të themi, e rikthyem pemën në gjendjen e mëparshme. Jo, kjo nuk është forma e pemës, kjo është një formë e ndryshuar. Edhe ky miell në trupin ton sillet si një sheqer i shpejt, si një helm për organizmin, dhe është një nga problemet moderne sot të dietave tona, miq. E dyta, gruri modern sot ka një strukturë ndryshe. Është hibridizuar për të rritur rendimentin. Ka përqendrim më të lartë të glutenit. Sot krahasuar me 60-70 vite më parë, ka 30-40% më tepër gluten ka që ka pasur. Përmban proteina me potencial më të lartë inflamator. Dhe të shumë persona kjo sjell fryrje, lodhje, mjergull mendore, rritje të problemeve të zorës. Dhe kjo mund të ndodhi dhe pa pasur probleme me intolerancën ndaj glutenit. Prandaj shumë njerëz dhe pa pasur këtë intolerancë nuk reagojnë mirë kur konsumojnë bukë. E treta, bujqësia moderne ka rritur shumë herbicidet, fungicidet, insekticidet në të gjitha kulturat e grurit. Në disa studime të konsumatorëve janë parë që 90% e mostrave të bukës dhe të produkteve të grurit kanë të paktën një mbetje pesticidi. Dhe një pjesë e tyre janë gati në limitet e pesticideve të tjera. Mos harrojmë këtu glifosfatin, i cili sot po bën kërdin në trupat tanë duke hedhur pikërisht e këto drithra. Bëni një krahasim për atyre. Më parë ka qenë fara që hidhej në tokë, bënim një korje të plot, bënim një miell siç ishte, me tharmën natyrale, e fusim në një furrë dhe çonim në sofër. Ndërsa sot fara është moderne, prodhimi është shumë intensiv, ka shumë pesticide, ka shumë përpunim, ka shumë rafinim, ka shumë aditiv të shtuar, fermentim shumë të shpejt, paketim dhe në fund fare supermarket apo dyqan dhe vjen në gojen apo në ushqimet që u shoqëroni. Dhe ne vazhdojmë ta quajmë si njërën dhe tjetrën bukë. A është e drejtë kjo? E treta, miq, fermentimi i shpejt, i cili është një problem i madh. Buka industriale fermentohet për 1 deri në 2 orë dhe nuk lejohen të shpërbëhen glutenet problematike dhe fitatet që bllokojnë mineralen. Dhe çfarë kemi si rezultat? Përthithje më të dobët të hekurit, përthithje më të dobët të zinkut nga fitatet, përthithje më të dobët të magnezit dhe një stres për sistemin tretës, duke sjellë dhe dëmtimin më pas të imunitetit. Dhe këtu mund të bëjmë një krahasim që duhet ta mbani mend. Dikur koha ishte një përbërës i bukës. Sot industria e shikon formën të kostua. Dikur brumi pritej që të vinte, sot brumi po nxitohet. Dikur buka duhet ishte gati biologjikisht të shikojë me dashuri, sot është bërë një leverdi ekonomike. Elementi 4 është konsumi tepër dhe i vazhdueshëm. Sot ne po konsumojmë në çdo vakt një seshte miell bukë, brum. Dhe të shoqëruara dhe me ngarkesa të tjera glicemike, të kombinuar me një stil jetese sedentare. Dhe kjo ka krijuar hiperglicemi kronike, rezistencë ndaj insulinës, depozitimin dyre, inflamacion metabolik dhe më pas sëmundje të tjera. Sot ne në mëngjes çohemi dhe duam të ham bukë. Pastaj marrim në drekë një sanduiç, marrim një brioche, pastaj bukë përsëri në darkë, ham biskota mes vakteve, konsumojmë pica, byrek, makarona duke shoqëruar dhe me vajra vegetal dhe me margarin, me vajra të hidrogenizuara. Pra, në pamje, sot ne po ushqemi totalisht ndryshëm. Pa diskutuar që sot mielli, dhe ajo bukë është kthyer më shumë në një seshte
dhe në glukozë për trupin tonë. Çfarë ka ndryshuar konkretisht në nivelin biologjik? Në niveli i hibridizimit janë rritur gliandina alfa, e cila është rritur me inflamacionin, reakcionet imunitare jo celiatike. Është ulur diversiteti proteinik tek mjedhi sotëm dhe është rritur toleranca biologjike. Pra sot kemi më pak tolerancë për ta përthithur të miell. Nuk ka ndryshuar trupi i njeriut, ka ndryshuar gruri. Pra po të çoheshin të parët tanë sot nga varet dhe të vendosim përpara disa nga bukët tona që prodhojmë sot, do ta shikoni me habi dhe thonin, dakord shumë mirë, por çfarë është kjo? Pra nuk do ta dini që është bukë, sepse nuk është më e njëjta. Dhe trupi sot nuk e njeh këtë miell të pasuruar si ushqim, por si një karbohidrat të shpejtë. Le të zëm disa elemente të tjerë që shtojnë bukët. Midis tyre është propionati i kalciumit, që është një nga aditivët e përhapur që shtohet bukës. Acidi propionik është një acid yndyror me zinxhir të shkurtër që gjendet natyrshëm te kriprat e kalciumit dhe i shtohet bukës përse? Për të parandaluar rritjen e mykut të bukë që të ketë jetëgjatësi. Ndërsa ne mund kemi vetëm të shqetësuar për glutenin, por dhe për propionatin e kalciumit. Në nivelet e gjetura në 3 feta bukë, ky propionat ka sjell prishjen e ndeshmërinë e insulinës, metabolizmin e glukozës, kontrollin e dëmtuar për të përthithur glicemin dhe favorin e shtimit të peshës dhe po ashtu zhvillimin e diabetit 2. E dyta, bromati i kaliumit, që është një element që forcon strukturën e brumit, e ndihmon bukën që të rritet më shumë kur e fusim në furrë, që të fryhet, oksidon mjedhin dhe kjo i jep pikërisht atë që kërkon industria, bukë më të madhe, më të fryrë, më uniforme, më të bukur për syrin, sepse ne jemi shumë të tërhequr nga pamja jashtme dhe jo nga shija dhe cilësia. Pra ajo që mund të jetë bukur për syrin, nuk është që mund të jetë edhe e shëndetshme për trupin. Mjedhi i zbardhur, ana tjetër, shumë mjedhra janë të zbardhur me peroksid benzoili dhe me gaz dioksid klori. Qëllimi kush është? Të përshpejtoj që plakja e mjedhit të jetë më e gjatë, të zbardh ngjyrën të duket më e bukur dhe sidomos për ëmbëlsirat, për produktet e lehta, për të bërë më ajrosur si produkt. Natyra nuk na jep këtë gjë. Këtë kemi transformuar ne. Nga ana tjetër dioksidi i klorit dhe aloksani. Çfarë bën? Përdorimi i gazit të dioksidit të klorit është vërtet pak shqetësues, por dioksidi i klorit ndërvepron me mjedhin e grurit dhe prodhon një përbërje të quajtur aloksan. Dhe aloksani në studime është parë që është dëmtues i qelizave beta të pankreasit, duke nxitur nivelin e diabetit dhe më tepër problemet metabolike. Në ana tjetër duhet të kuptojmë që a duhet të bëjmë një pyetje, ta heqim bukën plotësisht? Unë mund të them jo për shumicën e njerëzve të shëndetshëm, varet nga buka që ne kemi marrë, nga projektimi, dhe mund të themi që buka nuk është një zgjidhje universale. Sot ajo është një mjet i përkohshëm për të kaluar ushqimin, po jo një stil jetese. Ky është opinioni im, sepse sot buka është e lidhur shpesh me problemet që lidhen me diabetin e tipit 2, rezistencën e insulinës, obezitetin, sëmundjet autoimune, disbiozën e fortë që sot po vuan shumica e njerëzve, fryrjet kronike dhe intolerancën ndaj glutenit që sa vete e shtohet. Për mendimin tim, heqja sot e bukës mund të jetë terapeutike. Por nuk duhet ta zgjedhim verbërisht. Kush është buka më e mirë? A është buka me drithra integral më e shëndetshme ndoshta? Apo ndoshta është marketing se të gjithë kanë vrapuar pas bukës integrale? Buka me drithra integral mund të jetë shumë e shëndetshme, por në shumë raste është thjesht marketing, sepse në teori buka integrale do të thotë drith i përdorur i plot siç është, me gjithë krunde, me embrion, me endosperm, i parafinuar. Dhe në këtë moment kjo buka fibra ngop më shpejt dhe rrit ngadalë sheqerin në gjakun tonë. Ku qëndron problemi sot? Marketingu integral që quhet. Shumë bukë integrale janë mjedh i bardh i përzier me ca krunde, kanë sheqer, kanë vajra bimor, kanë aditiv, kanë ngjyrues, kanë fermentim shumë të shkurtër. Pra shikoni bukën e raft. Është kafe, kafara, ka një koncept që është integrale dhe kjo do të thotë që është e shëndetshme. Ngjyra kafe nuk do të thotë që është bukë e shëndetshme. Nëse drithrat janë real të plota, është bluar
e gjitha e fermentuar ngadalë, është përdorur vetëm miell, ujë dhe krip, mund të themi sepse kjo bukë është integrale. Si ta dallojmë të bukën integrale nga e vërteta, pra të vërtetën nga jo e vërteta? Ka shije pak më të thartë, sepse është bërë me fermentim të mirë, ngope shumë shpejt, me një copë bukë ngope shpejt, tretet mirë dhe nuk fryn. Ndërsa shenja e marketingut e një bukë integrale, e cila është e butë si pambukë, ka shije neutrale, ruhet shumë gjatë, ka shumë përbërës brenda. Këtu nuk mund të quhet se kjo mund të quhet bukë më integrale. Pra, nëse buka duket në momentin që ti merr pas 2 ditësh, pothuajse njësoj, atëherë, si ditën që e ke bler, duhet i bësh një pyetje vetes, çfarë po konsumoj? Dhe është bukë integrale apo jo? Buka në përgjithësi sot lidhet me glutenin që është bërë shumë i koncentruar, ka strukturë më agresive siç u thash në fillim. Ka më shumë se 30-40% gluten buka sot nga të parët tanë të para 60-70 viteve, duke aktivizuar sistemin imunitar dhe rrit lirimin e zonurinës dhe shton problemet në mikrobiomën intestinale. Inflamacioni mund të jetë i ulët, por duke qenë i vazhdueshëm, ai ka për të sjellë probleme të ardhmen. Pa diskutuar disbiozën, kapslëkun apo problemet e tjera, luhatjen e sheqerit në gjak, mungesën e mikronutrientëve, të cilët bllokojnë hekurin si shtam zinkun, magnesin dhe elementë të tjerë dhe sjellin dopsi dhe lodhje kronike. Nga ana tjetër shtrohet një pyetje miq. Kush bukë është më e mira? E grurit, e misrit, e thekës, integrale, me fara, pa gluten, etj. Po shtrohet shumë dhe të gjithë po japin mendimet e tyre. Unë do jap opinionin tim. Varet nga trupi, mosha dhe gjendja metabolike. Por në opinionin tim, për një renditje më të ndershme, biologjike, të konsumimit bukës, unë do ndaja. Së pari, bukë thekre me tharm natyral, është zgjidhja më e balancuar për shumicën. Sepse ka indeks glicemik më të ulët, ka më shumë fibra, më pak ndikim të insulina, më ngadalë. Por duhet jetë me thekë reale dhe jo e përzien me miell të bardhë, apo e fermentuar shpejt e shpejt. E dyta vjen bukë nga drithrat e lashta, në qoftë se kemi mundësi drithrat të lashta, që kanë një gluten me strukturë të tolerueshme, që s'kan probleme me intolerancën ndaj glutenit. Dhe treta vjen buka e misrit e vërtet, që nuk ka gluten, është e thjesht, por që ka indeks glicemie pak më të lartë dhe duhet shoqëruar zakonisht me proteinë dhe yndyrë për ta rregulluar këtë problemin e nivelit glicemik. Dhe jo do të konsumuar shpesh. Pastaj vjen buka integrale industriale. Nga halli, është më e mirë se e bardha, është më shumë marketing, ka shumë përbërës, nuk është e pastër, ka një fermentim shumë të shkurtër dhe është e pastruar. Pastaj vjen buka pak gluten, industriale që shumë njerëz e pëlqejnë. Por ajo mos harroni është e pasur me 27 të rafinuar, me sheqer të fshehur, me indeks glicemike shumë të lartë dhe ka nivele të larta të aditivëve. Edhe pse shërben për problemet e intolerancës të fortë ndaj glutenit. Pastaj mund të vi buka me fara industriale, pra një bukë e përzierë e bardhë me të zezë, ka një ngjyrë midis tyre dhe ka fara. Dhe këto fara sipër nuk e transformojnë të bukën që mund të quajmë në ushqim integral. Kjo është buka e fundit që mund të marrim. Dhe pastaj është bukë e bardhë. Por për mendimin tim thash më e mira do ishte thekre. Nga halli do ishte kjo. Por buka sot industriale është shumë probleme. Sot mund të themi këtë që nuk ka bukë perfekte. Ka më pak bukë që bën më shumë dëm, apo ka dhe bukë, pra ka bukë që bëjnë më pak dëm dhe bukë që bëjnë më shumë dëm. Cilësia, fermentimi dhe sasia vendosin gjithçka. Buka më e mirë është ajo që trupi ka për ta haruar lehtë dhe jo ajo që barku e ndjen në fund. Pra kjo do ishte më i mirë. Brumi më i mirë do ishte i thartuar në mënyrë natyrale se bën diferencën. Sepse tharmi natyral është fermentim spontan, mban maja natyrale, ka baktere të acidit laktik, fermentohet më shumë se 12 orë dhe jep një tretje më të mirë, buka tretjet më kollaj për trupin. Mielli përzihet vetëm me ujë, lihet për një kohë më të gjatë dhe merr vetëm krip. Dhe në ajri firmohet pra ajo majaja natyrale dhe baktere natyrale. Në rast tjetër, çfarë ndodh me majan industriale? Fermentohet shumë shpejt për 1 orë ose 2 orë, rrit volumin, nuk shpërbëhet mirë në të njëjtën mënyrë, ka glutene problematike dhe më shumë gluten, fitate më të larta, karbohidrate komplekse dhe nuk është buka e duhur. Pra, tharmi natyral punon për brumin, maja industriale punon për kohën
dhe për parat. Pra diferenca është ulje fryrjes, gazrat, të tjetra kemi përçliruar më shumë gazra. Te me tharm çlirohet hekur zink dhe magnez, fitate mbeten aktive te maja industriale, dhe bllokohen më shumë mineralet. Kemi indeks më ulët glicemik, tek tharmi dhe majaja industriale rrit nivel të shpejt glicemis dhe inflamacioni është më i lartë. Një element tjetër shpesh shtrohet. A na shëndosh konsumimi i bukës që ne marrim? Po, buka mund të shëndosh, por jo vetëm sepse ka kalori. Nuk po diskutojmë për kalori që mund t'i ketë ulta, po sepse rrit shpejt glukozën, stimulon shumë insulinën. Insulina është një hormon që bën depozitimin e yndyrës. Kur insulina është e lartë, trupi nuk e ndjek këtë yndyrë dhe e ruan. Prandaj, konsumimi i bukës në sasi ka për të favorizuar shtimin e peshë, sidomos rreth barkut. Por nëse e thekim bukën, thot dikush, a bëhet më e mirë? Jo. Ky është një mit. Kur e thekim bukën, ne kemi humbur vetëm ujin, as kalorit, pesha mund të jetë më ulët, por glukoza përthithet më shpejt në gjak dhe indeksi glicemik ka për të rritur. Në trup do bëjmë një rritje më të shpejt pra të sheqerit dhe reagim më të fortë të insulinës. Bukë e thekur mund të jetë shpesh më e keqe se e buta sidomos për diabetikët. Pra miq të dashur, nga këto që diskutova, dua ta mbyll atje ku e kemi nisur në fillim. Imagjinoni dy sofra. Në njërën është sofra e gjyshërve tuaj, me trith lokal, me mulli të bluar, me mielë parafinuar, me ujë, me krip dhe me tharm, me shumë orpritje, me dashuri për të ngrënë një copë bukë pas një pune të lartë fizike. Dhe në një sofër tjetër kemi njeriun që jemi ne, modernët, me mielë të rafinuar, të bukur, me i prodhim shumë shpejt, me fermentim shumë shpejt, me aditiv, me bukë që ruhet shumë gjatë dhe që mund të konsumojmë 3, 4, 5, 6 herë në ditë dhe sa të duam, dhe jo vetëm bukën, po dhe në produktet e saj që nga pizzat, makaronat, brioshët, byreqet e të tjera. Të dy ne në këto sofra kemi për ta quajtur bukë, por pyetja është, a është vërtet i njëjti ushqim? Kush është bukë nga kjo? Kjo e gjyshërve tan apo kjo jona? Prandaj nuk mund të themi që është buka e keqe, por problemi është, a është më bukë kjo që po konsumojmë? Nga çfarë mjedhi është ndërtuar? Si është fermentuar? Çfarë ka brenda? Sa shpesh po e konsumoj? Dhe çfarë po i bëj trupit tim? Këto pyetje duhet na shkojnë në mend, sepse nuk është problemi për ta hequr verbërisht, po është problemi për të kuptuar se ku është gjithë çështja dhe më kryesorja si duhet ta zgjidhim. Dhe ndoshta ta vëmë në kontekstin e trupit që ne kemi në bazë të aktivitetit dhe punës që ne bëjmë. Nuk është buka ajo që po na sëmur, por buka që nuk është më ushqim, sepse buka e të parëve tan miq ushqente në një mënyrë jetese dhe ka qenë e shëndetshme. Buka jo sot është bukë industriale, është pjesë e një mënyre krejt tjetër të një jetese që po na dëmton dhe po na çon drejt shumë sëmundjeve. Dhe pikërisht këtu qëndron dhe diferenca e këtyre dy bukëve. Ju përshëndes.